qartë. Tano janë të skanuar me ADN ata në atë që mos u los kot, me ADN. Ke dëgjuar që bëhet ADN të gjej origjinën nga si që thotë ca ke nga Greqia, ca nga Bullgaria. Do bësh një grafit të shpejt Lulzim Bashës. Që se e njohë si mirë ti. Ato e bën me qef, doktor. Shikoj, e ka qef, e ndjek, unë me që më bëre këtë pyetje, dhe Bardhi është dëshmimtar. Smori asgjë nuk pa dyshim, po. Unë do të bëja një kundër pyetje, pastaj me shumë dëshirë atë që thua ti. E kujton pak momentin kur u shpall non gratë, Sali Berisha, dhe doli, se ne kam si të fotografuar, dhe doli pas një ditë, 2 ditësh tek Rogneri, i dërmuar fare, në krah të djathtë kishte kokalarin. Në rregull? Po. Ashtu. Dhe e ka atakuar në thonjza Lulin, pjesë shumë pak në sipërfaqe çështjen Muzini dhe Toyota Yaris. Kaq. Jo më shumë, nuk hyri në thellësi. Shumë bukur. Luli ndërkohë ishte i fshehur te Tore Drini. Në rregull? Dhe unë këtë gjë nuk më del kjo e keqe, ta dish, dhe kam thënë dhe e them me zë të lartë, sepse ishte i vetmi moment, dhe s'kishte nevojë më mbrapa të krijoheshin këto mundësia e të tjera këto partiçkat e kujtun se kishte tjetër mundësi më përpara për të zgjidhur, cila ishte mundësia. Nëse ky po i bie shkurt, nuk do ta kishte menaxhuar sipas dillit që kishte bërë me babën, atë copzën antiberishiste të PD-s që treguan zgjedhjet lokale që prej që i quante 105.000 vota të arta, në rregull? Se kam qenë aty në atë periudhë sepse dola për të mbështetur pas interes Land Bacon. Pa ma ky s'kish dal nga Tore Drini, pra, nëse ai nuk do kishte faktorizuar babën për Selinë, për grupin parlamentar, për mosheqjen e imunitetit, për Vulën, për logon, për si të kesh të gjitha këto step by step derisa u mbyll dhe gjitha dhe fuqishëm u ngrit siç është sot, ai s'kish për të marrë këtë forcë. Por nëse ajo do ishte menaxhuar ndryshe, pra s'do ishte ky, do ishte menaxhuar ndryshe, as to partiçka nuk do të kishin krijuar ndoshta, dhe ajo forcë 105.000 vota antiberishiste, po e them edhe një herë tjetër që i quante vota të arta, mund të ishin bërë 505. Mund të ishin bërë 400. Jo, normalisht duhet të ishin 605, thashë, nga 500 që ka marrë Berisha. Po të ishin menaxhuar ndryshe. Jo të bëje siç bënte ai, më kupton? Dhe me butaforira që kur i shikoja, ti besoj i ke parë që në ato skenat që krijonte i vinte Bamir Topi për shembull. I vinte Ngjela. I mban mend ato tavolinat katrore të gjithë donin ta përkranin, ti jepnin zomër, e kanë përkrahur edhe unë. Jo, po që fake e gjitha. Jo, ai dash, ai që fake. Jo, Bamiri dhe Ngjela nuk e kishin fake ata. E kanë fjalën ky po. Nëse ky bënte fake. Pra, ata ranë në skemën e atij. Po pra, mirë më mirë, ai spekulonte me dëshirën e mirë të njerëzve. Po pra, dhe këtë gjë i e priste, ai sa arriti i fundi kur e kuptuan ata që kishte rreth rrotull, krijuan partiçkën e parë, në rregull, djathtas mbrapa, se kështu i themun asaj, djathtas mbrapa, 1912-s, dhe u bashkuan me Dashin që në rang republike kanë marrë 6.000 vota, që është turp ta thuash. Është turp ta thuash, as sa për një deputet nuk kanë marrë, kupton? Të njëjtën gjë pësoi ky tjetri. Ky vet mund të ketë marrë disa mira më tepër, mund të jetë ku diun 20.000. Po ato 20.000 i ka marrë Plum Seferi me atë njësisë 4, se Luli të paça. Po pra, pastaj tjetër makinacion. Ka punuar Plumbi shkret, ai do të ishte deputet Plum Seferi. Tjetër makinacion, ndron emrin, atë emër të çuditshëm, që pati kosto dhe për atë, koalicioni Euro-Atlantik, në rregull, dhe ve kryetar Sefën, Asë, më fal. E bleu, ndroje. Ve kryetar atë, dhe këto ditë, po ta kesh ndjekur me detaje, nëse në ditët e para dilte fytyra e Lulit atje, që dje filloi del fytyra e Asës. Po e delegon humbje, no? Që dje, vura re me dhe thash, po ç'ne po kishte. Do t'i kërkojnë dorëheqje Asës. Ditët e para, eksakt se ma mori nga goja. Më kupton? Tani pyetja është këtu. Ore Luli, ku është e antarësuar në këtë moment? E diti që Luli figuron antar i Partisë Demokratike? Apo s'ka shkuar në Fal, ai është deputet i grupit parlamentar doktorit. Eksakt. Pse? Sepse kur u larguan publikisht Ali Beaj, Açka, Galliu, në rregull? Sepse këto janë gjëra të vogla, po janë shumë domethënëse. Ky nuk lëvizi. Ky sa është lëvizje taktike. Lëvizje taktike, me që më pyet edhe, në rregull? Ambasador, ai po pret Vulën, se ti nuk Po në Strasburg. Po pra të betejë e fundit. Mirë bën. Dhe kështu që ai figuron që është ironia më e madhe, do të thënë figuron akoma jo antar, por është tamam, po shikosh letrat e gjykatës edhe kryetar bile i Partisë Demokratike në gjykatën e Tiranës. Është ai? Endri Hasa është. E ka bler partinë, e ka aty Basha është duke pritur. Se këtë e pa shpejt. Pret Vulën o zotri. Jo ky Seferi që thotë që ka marrë vota. Plum Seferi është një demokrat 24 karaç, i cili ka bërë të njësia 8, po, ka bërë një fushat shumë të mirë të njësia 8,
ai dhe gjurat e Njësia 4 kanë marrë votat që ka sot Lulzim Basha. Individual. Po pra individuale. Votat e këtyre more, ta tradicionalisht kanë qenë faktorë në këto dy. Gjura ka qenë kryetari i Njësisë 4 për Partinë Demokratike dhe Plumbi ka qenë historikisht njëri me influencë jashtëzakonshme kryetari i Partisë Demokratike në zemrën e Tiranës. Strukturat që trashëgoi ky. Strukturat që trashëgoi. Përsa ku Luli nuk ka humbur Njësinë 8, kishte Plumb Seferin. Kur nuk e mbështes dhe Plumbi humbte Luli në shtëpinë e vet. Dhe këto dy arriti t'i mbaj me, pra ka abuzuar një lloj siç ka abuzuar me ty, me mua, me këtë, me atë që thonim prit se e ka të drejt parimin. Ai në fakt ndarke ulej me maestron, me babaj. Eksakt. Ore më fal, ti ke rastin e Kaplanait në Mallakastër, që më të bë për pak kryetar. Tipik, kupton? Sa vota mori këtë radhë me këta që ishte asnjë. Sa vota mori? Ose këta të votat që kishte 105.000 vota që kishte të zgjedhje lokale. Ku janë 105.000 vota? Vetëm ambasador ka diçka që du ta them. Po të marrë vetëm një rast, atit nuk i mbetet teatri, unë kam mik Azgan Hagle, po dhe të tjerë, po marrë Azganin. Basha, një lloj si Arlind Qori, është i jashtëzakonshëm për të indoktrinuar dhe për t'i bindur paktën ata që i rrinë nga mbrapa, që ai pas 6 muajsh është kryeministër. Nuk është shaka, domethënë Hakle e besonte dhe ma thoshte, po shumë tjerë që nuk po i përmend, të bënin të zdinin be fëmijë ato. Që është mbyll në Amerikë kjo punë. Ke për ta pa pas 6 muajsh doktori. Ju shonte foto të hyrja, të roja i departamentit shtetit. I jashtëzakonshëm. Ka bërë takim. I jashtëzakonshëm për të indoktrinuar. Si Arlindi që e ka ideologjike bindjen dhe nuk i gënjen, po i mbjell ideologjinë. Basha këtej i magjishëm dhe për këtë duhet trokitur. Hipnozë politike. Po, mund ta quajmë dhe këtë si një nga dukuritë të qenit nxënës i mirë i Berishës, sepse Berisha i mban demokratët në të njëjtën mënyrë. Ja për ca kohë do ndodhi, unë dëgjoj plot që tani do përsëriten zgjedhjet, tha njëri, nuk e di kush e tha këtë, një marr aty. Do përsëritën zgjedhjet. Idiotë. Po, dëgjoj, më fal. Tjerë thonë prit se do dali deklarat nga Departamenti i Shtetit e do ta sulmojnë Edi Ramën. Dikush thotë do ta nxjerrin kështu një ashtu. Unë mbaj mend në periudhën e 97-2005-s, rinim aty rrotull ishin ato kafet që Lulishte që ku sot është ajo Toftani Center. Dhe kur shiheqin binte xhiroja e kafet, kishte shumë pak njerëz. Pas pak kohësh më njëherë dilte një gënjeshtër e tipit si ato, do shkojnë në Ameriku pre bileta se pre bileta, edhe priteshe popullimi rrotull PD-s. Sa fillon të binte, dilte një tjetër gjë. Ka ardhur filani, ka folur filani, ishte ky në Amerika, i foli me këtë, ky foli me atë, pritet të vinë. Edhe një Amerikan idiot që të vinte rrotull, me thonë fliste anglisht, dhe mos që Amerikan, erdhi një më në fund. Do bëhet kjo, do bëhet ajo, e shtyu deri nga 2001-shi, që ishte situata më e vështirë, e shtyu me këtë magji. Ju bënte si thuhet i hedh sirë. Dhe Basha e ka këtë gjë. Ka drejt Flogert se unë i kam takuar dhe i kam miq një pjesë tyre, më komunikojnë, më pyesin, më thonë, Basha kishte mundësi të arta. Mundësi të artë për të bërë politikë. Por një kriter që Berisha të zgjedhë dhe të japi funksione, se ai Basha nuk fitoi asgjë vetë në politikë, as profilin e tij nuk e ndërtoi vetë, ja ndërtoi Berisha. Që nga dita 1, po. Që nga dita 1. Berisha që do të japi funksione, duhet të ketë testuar që ti nuk e kupton politikën dhe mundësisht edhe mos e dush fare politikën. Dhe të tillë, ja të japi provë, të gjithë këta personat që i ka pasur afër, po marr Josefinën. Thoshe ti aty me Skënderbeun për nga forca, për nga vendosmëria, kthjellësia e frazës politike. Bëri partinë vete kur u shkëput nga Berisha. Si mbahet mend asnjë gjë, asnjë fjali politike, asnjë aksion politik, asnjë ide. As emri partisë nuk i mbahet mend, pse shkon gjerë. E njëjta gjë, edhe me persona diçka më të lëçitur kështu nga ana politike. Tentuan ikën bën parti nuk ekzistojnë. Sepse funksioni është dhënë mbasi ka ditur, ka qenë i bindur Berisha që nuk e duan politikën. Ky është problemi pse Basha nuk mund të bënte asgjë nga ato që me logjik çdo kujt prej nesh do na dukeshin oportunitete të arta për të bërë politikë.
E fundit ishte aleanca që do të bënin me Shenjin dhe me këtë Alibein. Nuk ja dolën dot të bënin një bashkim. 3 parti të dalja nga barku i PD-s, 2 të fundit vetëm në 6 muajt e fundit ishin si binjak dhe nuk ja dinin dot të merreshin vesh. Kjo tregon që edhe Alibej dhe ky Basha shumë thjesht mendojnë se janë politikanë sepse Berisha i emëroi politikanë. Njërin e bëri një herë ministër, njërin e bëri disa herë ministër dhe kryetar partie. Po ju pyes, e mbani mend një artikull nga Alibej? Në një fjalim, në një mendim politik që ju ka impresionuar? Po, vetëm videoja jo e Alibejt, e vajzave të tij, që i kishte si ëngjëj, te spa. Ato janë mbesat e mia dhe janë më të zonja se ai. Mia dhe Riu sa në fushë. Po pra, do të thënë kaq. Më fal, me që po flasim për shokun Basha, mos harroni që për mua, dhe kam bindje këtë, ai misionin që u ngarkua i dashur ai realizoi. Ta kam thënë në këtë tavolinë, mbi 1 vit, 2 vit rresht, njëri pas tjetrës. Po pse ti binde kaq gjatë? Si kaq gjatë? Jo, si raj gjatë, jo. Se shpalte fare në ngrata. Jo, kishte frikë mos e vinin në target amerikan. Jo, në target. Ajo ishte imponuar më i dashur, ta kam thënë këtu që ai bëri 2 propozime atij, që ta dëgjoj edhe një herë tjetër, se tash i zvlen me ajo. Dhe kjo është thënë kështu, siç jemi ball për ball ne të dy, Ky i propozoi kur ja kërkuan, dhe kishin sens ato. E para tha t'jap dorëheqje, e dyta ta bëj këtë gjë me grupin parlamentar dhe me kryesin. Përgjigjja ishte no, only you. Në rregull? Nga amerikanë. Yes. Ashtu. Dhe atje s'kishte nga jambante. Tek Rogner. S'kishte nga jambante. Por, mos haro tjetër që e ka thënë ky që kemi në distancë nga Kenya, e ka thënë në një emision tjetër, por kemi qenë bashkë, gringot e kishin regjistruar 4 herë në distancë pa u shpallur baba non grata, që si do veprojmë me byrazer, kur ty të ngelet copza, mua të më ngelet pjesa tjetër. Si do ta menaxhojmë. Dhe kjo ishte arsyeja që nga mbrapa e ndoqi lulen, mjeshtri manipulimeve të votave të PD-s, Jemin Gjana, që kam thënë me zë të lartë kush e disa herë, dhe i thesha të birit të preqit e tjerëve, ore, ky është filmi parë, është ky njeri që dogji kryetari KQZ-s së PD-s, që dogji Oldashin ndjes pas, që dogji Selamin, që dogji këtë që kënë në ekran, bashkë me të tjera dite, që ishin 3-4 atë. Ai atë rol ka domun. Po pra, eksakt pra, edhe po kështu do të ikë dhe Gjerqanin, i ke dëshmimtari thesha Gjerqanin, mos kandidoj, thesha ose në fund të jep dorëheqje. Mire ke, do jap dorëheqje, do bëj fushat do jap dorëheqje, në fund fare jo tha do kandidoj, tashim do të kishe të drejtë. Kupton? Si tash mos e legjitimo, lere solo. Më kupton? Sepse është film i parë. Ja kjo është e gjitha. Dhe kështu që këtë mision që mori, sepse nuk kishte ai shtyll kurrizorit i kundërvijeshë babes mori dashur. Ai e kishte zhyt një 100 herë në tokë, kishte nxjerrë, prandaj kishte sigurinë maksimale që ky do zbatonte atë plan. Kjo është pika kyçe për mua. Dhe ky dogji atë moment të artë, ky të 105.000 votave që tham deri tani, që mund mos ishin krijuar të këto partishka të tentoheshe, atëherë le të vinin këta Topi, Ngjela, ti, kush kishte qefur, dakord, po kishte sens. Se ishte bërthama, ishin strukturat e ngritura. Këto që po flasim ne, Pëllum Seferi, ajo tjetër, ishin të ngritura. Po, të gjitha. Ajo i shfrytëzoi për të kundërt, pra. Kjo është Chelsea. I latë vdekur, as shkonte të takonte. Super aftësia, ma. Se... Prandaj thash ti japi makun. Jo, shpëtuan të dy ata. Shpëtoi dhe Basha, shpëtoi dhe... Jo, e qartë, po, aftësia e Lulzim Bashës për të bërë këtë lojë që... Për të fjetur thua tani, jo, këtë, po jo, shumë e besuan, ma. E besuan që po lufton, domethënë. Unë që nuk kam qenë në pozitën e ambasadorit apo të Bardhit që kanë qenë brenda i dini trigat, ndoshta edhe ti, që e shohim nga distanca, themi ore, realisht ky po njohim një Bash tjetër që po bën një luftë. Jo, unë mendoja shumë. Po eksakt pra edhe unë. Po nuk kemi, po ka menduar dhe Ngjela, more, kupton? Ka menduar dhe Bamiri. Po, eksakt. Ja u hodhi, more, ja u hodhi. E disi quante një kolegu jon, s'dua t'ia them. Se ta dëgjoj do qesh. Po nuk se ishte se mundohesha ta binja për të gjetur në fund kur u bin, ta di si shpuna tha, Basha thash agenti më sofistikuar i Saliu tha në radhët e PD-s. Mos fol me ai thash. Në rregull, po ta dëgjoj, do të mund dëgjoje, se ka thënë, ndoshta Bardhi e di, agenti kur e nxorë këtë thash, kupton? Edhe ishte e vërtet, agenti më sofistikuar ishte. Jo, ai filloi të dekonspirohej, teksa erdhi 2023 dhe po bëshin listat për kandidat për kryetar bashkie. Tërheqja që bëri nga duke lënë fushën e lirë për doktorin, ishte dekonspirimi i parë. Pastaj kur erdhi momenti tjetër që mori vullën partia doktori dhe partia disa nga ata që e besonin realisht dhe e besonin luftën, e bënin luftën. Si Gazi për shembull që. E kupton, e kishte luftën me Mullin të erës. Basha e la partinë dhe strukturat që po thonin
I lanë rënje të lirë dhe aty u dekonspirua sepse praktikisht po i thoshte doktorit që këta budallën që se kanë kuptuar lojën tonë, ja ku i ke tani. Unë s'po merrem me ta, s'do ngrej as parti, s'do bëj asgjë. Romeri. Ke kohë gjerë në shkurt, ku di unë, kur të afron zgjedhjet që unë të blej parti dhe të dal me Demek që loja vazhdon, dhe ashtu ndodhi. Gjitha këto struktura që ai kishte vetëm se ka pasur një kosto kjo, ky gënjimi masiv që ai bëri një pjesë që vërtet donin të krijonin një parti dhe mendonin që s'ka rëndësi me Bashën apo me dikë tjetër, rëndësi ka të krijojë një parti e re, duke ia falur dhe mëkatet Bashës. Këta njerëz vazhduan rezistencën, se rezistenca do ishte mbyllur shumë më shpejt dhe unë jam i bindur që Basha gjithmonë në çdo lëvizje që ka bërë ka menduar ditën që do kthehej prap mundësisht para këtyre zgjedhjeve ke Berisha. Po. Sepse nuk e akuzoj asnjëherë për asnjë gjë, do të thënë ishte vetëm në 5-6 muajt e fundit kur u pa që s'kishte më asnjë shans kthimi i tij në Partinë Demokratike. Po gjithmonë ai ka menduar që investim më të madh Berisha nuk ka. Çado që të ndodhi, Berisha në një moment do thotë t'ia falim, siç ka ndodhur me të gjithë që është përplasur Berisha, i është munduar t'i kthej prapë në parti dhe kur të kthej në atë parti përsëri do ishte figura më e investuar publike dhe njerëzit kur i thuat kush do ta bëj, se kjo është pyetja që të bëjnë njerëzit, dhe ai ku Berisha kush, gjithmonë shohin për dikë që ka një funksion, ka një hije që vjen nga funksionet. Dhe Basha e kishte këtë investim, natyrisht dhe marrëdhëniet me familjarët e Berishës dhe mendonte veten që do t'ia jepnin edhe një herë të dytë shansin për të qenë në krye të kësaj pune mbas pajtimit. Po kjo bëri dëmin, kjo që ai gënjeu shumë njerëzit, bëri dëmin sepse këta filluan të rezistonin, ta besonin deri në fushat. Fushata e Plumseferit, e atyre në Shkodër, se prit se ke Shkodrën. Ramis Çoba ish kryetari i PD-s, Xhota Muli kryetari i PD-s, Anton Koka kryetari i Marxisë Madhe për PD-n, kandidat disa herë. Pra ishin njerëz që besuan dhe luftuan dhe u futën në luftë dhe kishin shanse reale. Por vetëm pas të tyre ishin që dilin me siglën e Bashës. Bardh, më fal, ti dhe ambasadori keni detyrë tjetër ndaj meje, Tanit dhe gjithë atyre që na ndjekin. Të na thoni çfarë do ndodhin të ardhmen me doktorin dhe Bashën, që të mos vazhdojmë se unë nesër do në Bashën e zonën po. Tani për këtë të dytin është pjesë e lojës akoma ai. Për këtë të dytin, po, është vërtet, për këtë të dytin kë e kanë në telefon, unë kam bërë një koment e ke në telefon, duke vënë titullin situatë për këtë pikën e dytë. Situatë postzgjedhore për Shqipërinë madhështore, para zgjedhjeve. Postzgjedhore titulli, ashtë. Dhe në këtë pikë për Lulen, kam thënë ndër të tjera e ke në telefon, po ndoshta se e ke harruar, i kam thënë Lulja vetë vazhdon të ri në thonjza i fshehur, ndër të tjera, i fshehur, në targën e PD-s, dhe e thamë pse është targa e PD-s, në rregull, që kuj dihet mund t'i duhet nga mund t'i duhet nëse baba e ritharet në detyrë. Në rregull? Është si punë ushtari që 4 orë shërbim, 4 orë gatishmëri, 4 orë gjumë, Basha është 4 orë gjumë, 4 orë gatishmëri. Po, përse e vuni këtë kryetar tani asën, përse? Duke shu si qesharake, lëvizje taktike, tha, jo mërë jo, a ju shantari për des akoma. është kryetar me letra në këtë gjykatë, të tjera që me luftën që po bën në Strasburg, të gjitha fake. Kupton? Prandaj kjo është kurse çfarë do ndodhë, pastaj është një temë vetë ajo që do Partitë e reja, Flogert, si shikoni? Shikon si lule me një ose si flutura më saktë me një sezon? Dëgjoj, jo, unë kisha pritshmëri tjera për to, ndoshta u gënyem pak nga entuziazmi dhe nga fushata që në kohët e sotme është dinamike me anë të rrjeteve sociale edhe të gënjen like në Facebook. Por gjithsesi nuk kanë dalë keq, po ti shohësh, dhe të paktën 3 prej tyre unë i shoh që mund të kenë një vazhdimsi. Dhe në qoftë se vazhdojnë siç duhet, ose vazhdojnë me intensitetin e fushatës, ata në zgjedhjet e ardhshme mund ta zbresin doktorin, mund ta përgjysmojnë më spaku dhe mund të bëhen 2 opozita që merren me njëra tjetrën, që derisa njëra ta zgjisoj tjetrën, do duhet që ka kohë. Dhe ata që unë mendoj se do vazhdojnë të rezistojnë, janë pa diskutim Arlind Qori, sepse ai
vazhdon një lloj sikur e kishte organizat që nga 2013. Ka parti pas shpenzime, e kanë baza. Eksakt, po. Agron Shehaj, Ky po. sepse ky e ka potencialin tani, ka ngritur sa struktura, ka parat. Parat e veta. Një parti do s'ka për të shtrirë dorë në muaj. Bravo, s'ka për të shtrirë dorën askujt ky. Ai thot, zërë se kam 5 punonjës më tepër punë edhe. Po pra po. Patjetër, po ai do e vazhdojë sepse duke parë gjendjen e Partisë Demokratike, do ishte gomarllok i madh politik mos e vazhdon. Po, eksakt. E kupton sepse ai aty e ka bazën e vet, domethënë ai ka më gjasa më shumë se kushdo tjetër që të rritet nesër. Është vërtet. Se kur u bë dy pse të mos bëhet, kur u bë ai dhe Eraldi pse të mos bëhen dhe dy tjerë, e kupton?